E di se patjetër që kemi arë me fol për këtë temë, po me të pas këtu mes me ta bëj një pyetje për këtë lente. Është e pamundur. Jo, po dalin te laserit. Jo, nëse ideja të laserit ta shpjegoj edhe një herë punë laserit isha në specializim në Zagreb edhe kur shoh për herë të parë çu bën laserin edhe për më duke e lehtë ashtu, po kur e merr me shikuti thuf, a din çfarë ide. Tash edhe ai profesori që thotë aty, ata ti e ki emrin me shkruajnë A, po? Ta çepe bojnë ata A-jën aty me laserin. Çfarë precis domethënë, me ato njullat e laserit e bëni shkruajnë A, do të thotë këshyre tash, a din shifë çikosh ne. Shkruajnë A. Apo do të thonë se domethënë është çfarë precize është kjo puna, po kupton. Kështu që kjo ka ndru komplet sistemin domethënë trajtimeve të smundjeve të syrit. Edhe po flasim veç për dy, ende jemi të folën për dy. Vetë dy të laser, da kemi ende laser, po patjetër që du me ju dhënë përgjigje se shiko se unë shpesh marr pyetje doktor Afrin prej shikuesve, prej pacientëve konkretisht, po a e ke pyet, a mundesh me pyet, a ka ndonjë problem nëse e bëj, a ka ndonjë kundërefekt. Edhe unë mundohem mos me ju me të bargjë dhe mundohem të jem një lloj pacienti përballë teje sot, edhe unë jam e sigurt që prej shtëpiave derisa po të ndëgjojmë dikush që duhet me bë këtë laserin fotodisruptiv, thotë mirë, unë e bona, e largova perdën, kataraktën, e vendosa lenten, a ka ndonjë vështirësi të mirëmbajtjes, a ka me qenë ajo pjesë e emja që ka me pengu? As nuk vret, as nuk pengon, as nuk e ndjen që e ki mrena sa për këtë tjerës. Këtu laseri fotodisruptiv përdorim edhe te pacientë që kanë glaukom. Domethënë e përdorim për me hap irisi është ajo pjesa ku jep ngjyrë syrit. Ndonjëherë domethënë kemi raste kur qarkullimi i langut syrit që ne e quajmë si humor aquosus, se langu i syrit prodhohet dhe absorbohet 24 orë në ditë. Prodhohet, absorbohet. Në çdo pengesë që shkaktohet në rrugën e këtij langu, domethënë mund të çojë në rritje të tensionit syrit. Pastaj paraqitja e glaukomës. Ndonjëherë mos tim ashtu shumë në detaje se çka, po ky laser mund të përdoret për me hap një vrim te kjo irisi ose ajo pjesa ku jep ngjyrën e syrit, që me lehtu domethënë qarkullimin e çatij langut të syrit. Interesant. Edhe bëhet shumë shpejt, domethënë, vetëm në rizë duhet me laser dhe bëhet një hapje që ne e quajmë si iridotomi. Dhe çfarë fate që këtë lloje të laserit i keni dhe nuk keni nevojë të shkoni me metoda klasike, të cilat sigurt e kanë qenë, po pse kur është kjo inovacion që sjellet.